të dashur demokrat, opozitare dhe opozitar, që jeni sot këtu të pranishëm në këtë foltore, një përshëndetje të përzemërt të gjithë opozitarëve kudo që janë, të gjithë shqiptarëve të cilët me zemër dhe me shpirt denojnë pa rezerva këtë qeveri e cila do të shkruhet në muret e kohrave si qeveria më anti-shqiptare, më hajdute që ka njohur ndonjëherë kombi shqiptar. Unë ju sjell këtu ju përshëndetje të përzemërta nga udhëheqja e internacionales së Qendrës Demokrate, përfaqësues të 115 partive të Qendrës Djathtë në të 4 kontinentet. Vi sot nga Brazili, nga São Paulo, për të garantuar ju se kemi miq më shumë se kurrë, se ju, demokrat, opozitar dhe opozitar shqiptar, në betejën me të keqen që përballemi, nuk jemi vetëm, por jemi me mbështetje të madhe dhe të fuqishme nga njerëzit e lirë, nga njerëzit që duan lirinë dhe të vërtetën në mbar botën. Me këtë rast, unë dua shpreh mirënjohjen më të thellë të gjithëve ju këtu. Ai nderim që më bëri Internacionalja Demokrate e Qendrës, duke më zgjedhur në detyrën në postën e lartë të zëvendës presidentit saj. Është nderim për sakrificat tuaja, është nderim për qëndresën tuaj, është nderim për guximin tuaj, është nderim për mbrojtjen që u keni bërë vlerave të lirisë, të demokracisë në Shqipëri, të familjes, vlerat përbashkëta për mbar njerëz të lirë në botë. Miq, 3 ditë në punimet e Asamblesë Përgjithshme mund të them se çështjet më kryesore në ato punime ishin natyrisht Ukraina e para, dhe ju mbështet dhe ju shpreh solidariteti plot kombit Ukrainas në betejën e tij për dinjitet dhe suverenitet kombëtar. U dënua me forcën më të madhe agresioni rus, pushtimi i Ukrainës, krimet e shëmtuara të njerëzimit. Në agjendën e punimeve ishte Venezuela e Maduros, në të cilën diktatori Venezuelës, një lloj si Maduro i Tiranës, villte çdo zgjedhje, pavarësisht se smirte votat. Por në agjendën e punimeve të Asamblesë Përgjithshme të CDI, një vend qendror zinte edhe Shqipëria, narkodiktatura e Edi Ramës, të cilën e denoncuan dhe e dënuan, duke filluar nga presidenti i CDI Pastrano, sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate, sekretarja e përgjithshme e Partisë Popullore Europiane dhe një seri oratorësh të tjerë. Droga e Edi Ramës ka marrë dhënë. Edi Rama krahasohet sot
me narkodiktatorët më të rryrë të planetit. Miqtë e mi, këto mesazhe janë një thirrje, janë një inkurajim i madh për ne. Të vazhdojmë këtë betejë me të gjithë guximin ton, me të gjithë fuqitë tona. Sonte para nesh folen disa të ri dhe u i përgëzoj për fjalën e shkëlqyer që mbajtën. Krishti kishte ditëlindjen dhe ati ja uroi 120 vite të lumtura. Por atyre dhe çdo triu shqiptar unë i kujtoj se historia, se koha thret se cilin prej tyre tjetë në këmbë për të shpëtuar vendin nga kjo katastrofe vërtet në cilën rrokulliset. Të dashur miq, kjo katastrofe, këto ditë Shqipëria është e ngërthyer e tëra një debat për tunelin e Llogaras, në të cilin kanë vjedhur 50 milion euro, minimumi, e vërtet është 90-97. Por kjo shumë, çdo shqiptar duhet ta se është shumë më pak se 100 apo 200 e atyre që kanë vjedhur këta hajdut të paftyrë. Miq, jemi vetëm vend në botë që në një harë kohor 7 vjeçar janë shpenzuar 400 milion euro për djegësin e Tiranës, Fierit dhe Elbasanit. Asnjëri prej tyre sot nuk ekziston. I Tiranës nuk ka një tull. Ti varen, po këtu në mes të sheshin nga ju. Të dashur nëna që nuk keni më fëmijët tuaj që flini gjumë, vetëm e fotot e tyre. Të dashur bujq që sot vuani dhe punoni si në mesjet. Të dashur minator që jeni ngritur ngre, motra që jeni në për spitalet, vetëm një fjalë, dhe kjo është Rama Ik. Rama Ik me shpirti. 40 hajdut ishte një fjalë dhe këtë mytur branda. Çfarë ka ndodhur ati? E kemi denoncuar me 10 hera si gjë, për kundazi vazhdon të vjedh taksat tuaja. Unaza e madhe e Tiranës, këto ditë, mediat kanë publikuar lotin 4. A e dini ju miq, si loti 4 janë 14 lote me të cilat Belinda Balluk, Lubi Balluku, me Edi Ramen e rritën kostën e ndërtimit të Unazës në 450 milion euro. Më falni, Unaza nga tegu tek teknologjiku është ndërtuar para vitit 2013. Cila ka qenë kostoja? Me të gjitha ato vepra arti që ka, shko e shifeni, kostoja ka qenë 3,8 milion euro. 3,8 milion euro. Cila është kostoja kilometrit? Sot, 20-22 milion euro kilometri. Dhe jo e të loti 4, çdo lot. A ka njëri në botë që mund të imagjinoj se një qeveri e ndan 13 kilometra rrugë në 14 lote. Thjesht të vjedh më shumë.
Sigurisht këto ditë ishin motë të mëdha të pamohueshme. Pa pyesni pak. Pse nuk lëvizën Skarpatat Gjirokastër te Belen? Dhe u them unë ju, në rrafshin gjeologjik, ajo është Skarpata më e shkripshme, më e rrezikshme. Këto ditë pati motë të mëdha. Pse nuk lëvizin Skarpata e rrugës Kombit? E dini vetë se si janë Skarpatat e tij. Pse nuk lëvizin Skarpata e Fratër, e rrugës Fratar me Maliaj?